Ky projekt ligj apo kjo marrëveshje ndërkombëtare është marrëveshje e radhës për cilën paralajmërova pra në kuadër të planit të rritjes me Bashkimin Evropian. Konkretisht, paraprakisht pra u miratua korniza dhe pakoja e reformave, ndërkaq tash për miratim është marrëveshja e kredis, pra për pjesën e atyre 2/3 të kredis. Në qendër pra të kësaj agjendet reformave është edhe pra janë reformat për administratë publike, menaxhimin e financave publike, digitalizimin e shërbimeve, infrastruktura, politika e dekarbonizimit, eficienca e energjisë, arsimi, tregu i punës, si dhe sundimi i ligjit. Kurse sa i përket marrëveshjes për financim dhe kushteve të financimit, vlera totale e kredisë, siç e thash më herët, është 629 milion euro, konkretisht 629.311.236 euro, ku nga kjo shumë, pra një pjesë, apo 34.75% e disbursimit do të transferohet në kornizën e investimeve të Ballkanit Perëndimor, ndërkaq pjesa tjetër vjen si mbështetje buxhetore. Secili disbursim i kredisë pra ka afat maturimi prej 40 viteve pas nënshkrimit të marrëveshjes dhe pagesa e kryerjes pra fillon tek në vitin 2034. Konsideruar rëndësinë e kësaj marrëveshje e financimi në kuadër të kompletimit apo përmbylljes së pakës së planit të rritjes, ju ftoj për miratim. Faleminderit shumë. Faleminderit ministër. Tani është radha e kryetarit Komisionit për Buxhet, zoti Enver Haliti. Faleminderit kryetare. Komisioni për Buxhet, Punë dhe Transfere në bazë të nimit 83 paragrafit 5 të rregullorës së Kuvendit në mbledhjen e mbajtur me datë 13 shkurt 2026 shqyrtoi projekt ligjin numër 10L004 dhe vendosit që Kuvendi t'ia paraqesë këtë rekomandim. Të miratohet projekt ligji numër 10L004 për ratifikimin e marrëveshjes së kredisë për instrumentin për reforma dhe rritje në Ballkanin Perëndimor, ndërmjet Bashkimit Evropian që përfaqësohet nga Komisioni Evropian si UA-dhënës dhe Kosovës si UA-marrës dhe Bankës Qendrore të Kosovës si agent i UA-marrësit. Në bazë të 10 paragrafin 1, në paragrafin 1.4 dhe paragrafit 2 të ligjit numër 04L052 për marrëveshjen ndërkombëtare, Kuvendi i Republikës së Kosovës me votat e 2/3 të të gjithë deputetëve me ligj ratifikon marrëveshjet ndërkombëtare për marrjen e obligimeve financiare nga Republika e Kosovës. Komisioni për Buxhet, Punë dhe Transfer në mbledhjen e mbajtur me 13 shkurt 2026 pasi shqyrtoi projekt ligjin për ratifikim të kësaj marrëveshje të kredisë mes Kosovës, do të thotë dhe Bashkimit Evropian, i propozon këtij kuvendi, do të thonë ratifikimin e kësaj marrëveshje dhe njëherë të falenderoj gjitha grupet parlamentare që kanë mbështetur në komision edhe këtë marrëveshje ndërkombëtare sikur të tjerat. Faleminderit shumë. Faleminderit po ashtu nderuar zoti Haliti. Në salë janë të pranishëm 103 deputet, prandaj edhe plus deputetët që me ngritje dore të deklarohen, kush është për? Kush është kundër? Kush abstenon? Edhe për këtë marrëveshje kanë votuar 98 deputet për, asnjë kundër, 4 abstenime. Konsiderohet që edhe ky projekt ligj përkatësisht marrëveshje u ratifikua në Kuvendin e Republikës së Kosovës.